أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل falënderojmë falën dhe ndihmën vetëm prej Tij kërkojmë paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi falëndërues Allahut azza wa jall që na ka udhëzuar në Islam dhe na ka mundsuar ta kuptojmë këtë fe, na ka mundsuar ta kuptojmë realitetin e kësaj jete, realitetin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjë me të cilën dallohen besimtarët nga çdo kusht tjetër dhe pa të cilën njerëzit nuk arrin me shiju xhenetin e Allahut azza wa jall. Prandaj kjo begatia udhëzimit me shiku njëri realitetin e saj na del që me çfarë do mrekullie kurse si nuk kish mujt me arrit, me çfarë do probabiliteti me ndodh, do thotë që në këtë kohë mesin e gjithë këtyre njerëzve, sa biliona do thotë njerëz, jo vetëm tash që jetojnë, po edhe që kanë frymuar përgjatë historisë, nuk me çfarë do rregullet probabilitetit do të ishte shumë e vështirë që me arrit në çet shekull njerëz si ne me kuptu realitetin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo punën e menhexhit, punën e rrugës së drejtë, punën e rrugës së brezave të parë, kur e shohim do thotë se sa njerëz përgjatë historisë së njerëzimit kanë devijuar në grupe nga më të ndryshmet. Njerëz do thotë që kanë pas ibadet të shumë, njerëz që kanë pas dije, që kanë pas, megjithatë do thotë kanë shkel nëpër humnera të devijimit, kanë shkel nëpër kurthe dhe kanë deviju. E çfarë do mrekullie nuk do të kish arrit që me nxerr njerëz në këtë kohë që janë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Ama kjo ndodh vetëm me lejen e Allahut azza wa jall. Kjo ndodh vetëm me vullnetin e Allahut fuqiplot, i cili don prej të vdekurit me nxerr të gjallin, edhe prej të gjallit me nxerr të vdekurit. Prej të udhëzuarit e nxerr të devijuarin, prej të devijuarit e nxerr të udhëzuarin. Në një shoqëri do thotë ku pas 14 shekujsh, do thotë 14 shekuj, merre me mend do thotë 1400 vite, sa muje, sa ditë janë këto 1400 vite, ti brenda ditës një fjalë nëse e lëshon, brenda ditës ka mundësi që e fjalë më të deviju deri në atë pikë sa që nuk e kupton që ka qenë fjala jote. E lema do të thënë për 14 shekuj fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe udhëzimi i tij edhe mësimet e tij më na arrit neve në këtë ditë, në këtë vend këtu, do të thënë që është i rrethuar me manifestime të kufrit, edhe vend që është dërmuar nga ideologjitë të kufrit, sikurse komunizmi e kështu me radhë, më na arë këto mësime neve të pastërta, të kulluara, edhe pastaj me arrit me i thith ato mësime dhe me i praktiku pra në jetën tonë. Kjo me të vërtet është vetëm vullneti Allahut azza wa jall. Se nuk ka mundësi as vetja jon e as kush do tjetër me arrit një gjë të tillë vet. Do thotë brenda literaturës islame, do të thënë çdo libër që quhet libër islam, pa marrë parasysh se çka përmban ta, që ka me miliona, ndoshta do të thënë flet me miliona vëllime,
me marrë njerin me lëshu në atë literaturë, i bjen sikur se mi thënë gjeje një gjilpon në një grumbull kashte. Nëse gjenë që të gjilpon, atëherë e ki gjetë udhëzimin. Që ashtu i bjen me të thënë ty me të qitë literaturën, do më thënë islame për para, dhe me thënë gjeje tash udhëzimin. Sepse aty do thotë kanë hyrë ideologji të ndryshme, kanë ndodhur devijime të ndryshme që nuk është e lehtë, por është shumë e vështirë me gjetë domethënë kuptimin e saktë të duhur çush e ka kërkuar Allahu Azza wa Jall. Prandaj do thotë kjo nuk është merite jone as pak. As e jamja, as e juja, as njanit prej nesh nuk është kjo merit. Po është merite Allahut Azza wa Jall. Ai çashtu çush na ka udhëzuar, na ka pru deri në këtë ditë, ai çashtu njëjtë mundet më na deviju, mundet më na zbukuru, do thotë devijimin nëse ne nuk jemi të denjë pra, nëse ne e hidhrojmë madhështinë e tij, e hidhrojmë Allahun Azza wa Jall, atëherë shumë thjesht do thotë mundet më na çu drejt një rruge që ne mendojmë se jemi duke bë mirë, në realitet jemi duke deviju. Kjo është do thotë ai far ankthi më i frikshëm i çdo të udhëzuarin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është ankthi më i frikshëm. Çka nëse unë ja nisi me deviju e pastaj mendoj që jam duke bë mirë. Çka nëse ti ja nis me deviju, nuk e din që e duke deviju. Mendon se e duke bë mirë. Edhe ky është realiteti domethënë që e shohim ne në përditshmërinë tonë. E shohim domethënë në grupe të ndryshme njerëzish, njerëz që quhen do thotë teologa, njerëz që quhen mullar, hoxhallar, njerëz të ndryshëm, njerëz që e llogaritin veten që në menhexh duhur, menhexh në rrugën e drejtë, megjithatë mendojnë që janë duke bë mirë, mendojnë që janë duke bë urtësi, mendojnë që janë duke bë strategji të davetit, strategji të thirrjes në islam, ama kur del barazimi në fund, del me devijime nga më të ndryshmet. Ne nuk pretendojmë do thotë që ne jemi grupi i zgjedhur i Allahut Azza wa Jall ose diçka. Ne jemi krijesa shumë të dobta, edhe ndoshta jemi shumë të padenj që me fitu këtë begatit Allahut Azza wa Jall. S'kemi kur farmerite karshi Allahut Azza wa Jall. Kur gjë s'kemi bë domethënë në jetën tonë që me fitu një gjë të tillë. Ama është Allahu fuqiplot ai që don më na udhëzu. Prandaj këtë begati të madhe duhet me pas parasysh që me rujt shumë. Duhet me pas parasysh që me falendëru Allahun Azza wa Jall shumë për këtë begati. Duhesh me rujt këtë begati sikur se çysh e run, çka më thon diçka që e kit shtrenjt, evladin ton, ata që kanë evlad e din çysh është do thot ai interesimi i prindit për me rujt evladët e vet. Ata që s'kan evlad llogaritë do një fal pasurie që ti e don më shumëti, një vetur apo një telefon apo një çka do qoftë që don e çmon më shumëti, këtyre çushërun atë, pastaj llogaritë sa perun fen. Llogaritë sa perun do thot fetarin tonë që mos me ekspozu karshi domethën devijimeve. Mos u llogarisni vllazni se është diçka e thjeshtë domethën me shku me një tubim të ku fitohet, ku bjen aty ndoshta hidhrimi Allahut Azza wa Jall. Mos e llogaritni se është e thjeshtë domethën me ngu një hoxh i cili ka dëshmuar veten se është i devijum, e ka dëshmuar veten se është jashtë menhexhit të selefit, jashtë rrugës së brezave të shpëtuar. Mos e llogaritni se është e thjeshtë, hajt se veç pe alçoj një minutë veç tangoj çka ka thënë. Mos e llogaritni që është e thjeshtë me marr pjesë në tubime të tilla. Se pash Allahun Azza wa Jall mundet një çast i tillë domethën më të kushtu me komplet udhëzimin tonë, me komplet jetën tonë. Sepse mundesh në çato momente me fitu hidhrimin e Allahut Azza wa Jall, edhe pastaj të hub, domethën dunjaja dhe ahireti. Edhe mas ne bosh sikur se disa që e përmenda, pra mendojnë që janë të udhëzuar, mendojnë që janë në rrugën e drejtë, mirë po pastaj janë në devijim. Dikush mund të më bëj pyetjen po ti që po flet, ku pe din që janë në udhëzim? Ku pe din ti don pse po flet me kaq komoditet që po thu menhexhe rruga e drejtë. Asun nuk e di, domethën për veti si person nuk e di a jam mirë as jam mirë. Që të shkajmë të i bo, a jam të i bo mirë, apo s'jam të i bo mirë. Vesh një sen dhe më thënë është që na qëtësën. Kure masim me peshoren e sakë dhe të duhur, ajo që ka jemi të besu na,
ajo që jemi duke bë na, ajo cilën jemi duke thirr na, a është në përputhje me rrugën e brezave të parë, a është në përputhje me rrugën e sahabëve, a është në përputhje me rrugën e imamëve të drejtë të Ehlus Sunnetit, a është në përputhje me menhexhin e tyre? Edhe kur e shohim do thotë që jemi në përputhje dhe nuk kemi të i kundërshtuar në asnjë pikë çata breza, atëherë e dinë domethënë që jemi mirë. E për atë sa di do thotë aty jemi. Për atë sa di nëse ajo që kemi duke bë është ka ndonjë parim që kundërshton parimin e Ehlus Sunnetit, i kundërshton parimet që i kanë përmend ulemajat Sunnetit, i kanë përmend, domethënë brezat e parë, i ka përmend Imam Ahmedi, i kanë përmend Ebu Hatim dhe Ebu Zur'a, Ar-Raziyain, i kanë përmend thotë brezat e parë, atëherë veç le del dikush le thotë që ky parimi është gabim dhe ne jemi në gjendje do thotë me rregulluar parim që më qenë përputhje me parimet e Ehlus Sunnetit dhe me parimet e sahabëve të këtij dini të pastër. Që kjo është domethënë ai kanari që na bën neve muni do thotë të qetë. Se për ndryshe mos t'i shkon çdo libra, mos t'i shkon kjo dije, atëra ne domethënë kishim në një do thotë në një turbullir, në një fortunë që se dim kam ja majt se nuk e dim ka është rruga e drejtë. Ama alhamdulillah, duhet me falendëru Allahun Azza wa Jall, që na ka mundsuar do thotë ajo literaturë, ajo dije më na ardh deri në ditët e sodit që ne me mujt me pas një mostër ku krahasojmë vetveten tonë. E çdo kush, sikurse që ka përmend, do thotë Imam Berbehari rahimahullah, çdo kush që e kundërshton qoftë një parim të thjeshtë të Ehlus Sunnetit, i cili është parimi i Ehlus Sunnetit, ai nuk llogaritet pjesë e Ehlus Sunnetit, ai nuk llogaritet menhexhin e selefit, menhexhin e brezave të parë. Prandaj do thotë prandaj po folë do thotë me komoditet kur po them menhexhi edhe rruga e njerëzve të drejtë. E për atë do thotë duhet me pas kujdes vëllazëri, duhet me pas shumë kujdes që për begatin e udhëzimit me falendëru Allahun Azza wa Jall shumë. Që të begati mos e ekspozoni shumë thjesht karshi devijimeve, mos e ekspozoni shumë thjesht karshi bidatëve të ndryshme, karshi qëndrimit me bidatxhi, karshi dëgjimit të fjalëve edhe ligjëratave të njerëzve, do thotë që promovojnë të çfarë ideologjie. Mos e vendosni veten në test, mos e vendosni veten do thotë përpara fitnes, se kur vjen fitnja pastaj doon të fshinë e nuk e din ka të çon. Prandaj duhet me pas shumë kujdes, shumë kujdes. Përderisa doon brezat e parë, selefi, njerëzit e madhishëm këtij umeti, doon kanë pas frikë të madhe kanë shi bidatxhive. Edhe kur i ka ardhur Muhammed ibn Sirini ti ka folni bidatxhi, i ka mshirë ka shti gishtat në veshë s'ka desh me ngu. Tavusi rahimahullah domethën kur i ka ardhur edhe ka nis një bidatxhi me fol, i ka mshël për veti vesht edhe i ka thonë të birit vet mshili vesht derisa ai unala është largu. Domethën nëse ata janë tut për besimin e tyre, edhe për menhexhin e tyre, edhe për akiden e tyre, den çet pik. Atëherë kush jemi na domethënë që me marr një komoditet shumë thjesht me ekspozu dinin ton, karshi devijime, karshi fjalëve të bidatxhive, karshi ideologjive të ndryshme. Andaj keni kujdes domethënë, keni kujdes çmon e begatin që Allah Azza wa Jalla ju ka dhënë. Mos e ekspozoni veten, mos t'ju shtin domethënë kurreshtja, hajde vesh ta kçyri çu u organizu, hajde vesh ta kçyri çka po fol, hajde vesh ta kçyri kush ka shku, mos e ekspozoni veten karshi fitness, se pastaj monët me ju kushtu shumë rand. Prandaj domethënë keni kujdes domethënë me begatin e udhëzimit, por falenderoni Allahun Azza wa Jall. Mundoni ato domethënë mësimet menhexhit që na i kanë mësuar selefi, mundonin që ato me qit në praktik, edhe me jetu me sunnet. Dikush që në ditë sodit jeton me sunnet, jeton me parimet e Ehlus Sunnetit, vallahi mos me pas domethënë punë të mëdha, namaz të madh, mos me pas sadaka të madhe, mos me pas dhikr të madh, s'din me lexu Kur'an, nuk din ato. Ama është menhexhin e selefit, pashallah në Azza wa Jall, ai është domethënë yll në këtë dynja. Edhe imani i tij bën dritë mesin e njerëzve. Edhe jam shumë i bindur që para Allahut Azza wa Jall ai ka më qenë për njerëzve të parë.
Andaj domethënë rune menhexhin e selefit, sepse ajo ka vlerë të madhe shumë te Allahu Azza wa Jall. Që me shku te Allahu fuqiplot me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në këtë ditë domethënë këtë ditë kur mbretëron një skëter, mbretëron domethënë gjehli i madh, mbretëron devijime të ndryshme, ideologji nga më të ndryshmet që janë të rrezikshme për imanin e njerit. Andaj rune shumë menhexhin edhe akiden e juaj, edhe besimin e juaj, edhe mos e ekspozoni domethënë karshi devijimeve. Do thot duhet me pas pra këtë parasysh pas gjatë më shumë, sepse kjo temë domethënë është temë e madhe, mirë po domethënë disa shfrenime, disa devijime që ndodhin tash këtë ditë domethënë ku jemi, edhe do thotë që jemi dëshmitar të tënve që po ndodhin, ku njerëz në emër të fesë çohen e promovojnë tyle çfarë domethënë fanatizmit të etnicitetit, edhe i zhytin xhamiat, i zhytin venet e dhikrit të ibadetit me ceremoni të ndryshme që Islami s'ka të bëjë me ta, Islami është i pastër për tënve, pastaj do thotë i dhem zemra njerit edhe duhet me fol diçka. Pas kësaj vëllezër të dashur, ta dim do thotë që rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i vetmi shpëtim, edhe për atë duhet njeriu me mësu sunetin e tij, me mësu jetën e tij, se pa mësu do thotë jetën e tij, ne nuk arrim me ndjek shëmbëltyrën e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne tash do në takimet e fundit jemi duke fol për çlirimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ja ka bën Mekës, e që e kemi përmendur edhe atë ditë, do thot në takimin kur kemi fol drejt për çlirimin, se ky ka qenë çlirimi më i madh në fytyrë tokës me gjithë ato pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e as sahabët nuk kanë marrë asnjëherë me e shndru në ditë feste, me shndru në ditë domethënë kremtimi, në ditë manifestimi, edhe pse ky ka qenë çlirimi më i madh në fytyrë tokës. Nuk ka çlirim më të madh në fytyrë tokës se sa ai që ka ndodhur në çlirimin e Mekës. E çdo kush nuk është në përputhje me këtë udhëzim, atëherë është në gabim të madh, dhe njeri i tillë vetëm se i ka sjell domethënë risi fes, anë pse disa thënë po shiqo se këto nuk janë festa që janë të lidhuna me fen, janë thjesht domethënë festa kombëtare, festa, pra këto janë filozofinë e pallavra, sepse festat janë pjesë e besimit të një populli. Të marrin mend, do thotë, festat janë pjesë e besimit të një populli. Edhe do thotë e kanë përmend dietarët e selefit tek ajetet që flasin rreth Allah Azza wa Jall ku flet rreth do thotë yashhadun az-zur, kanë thënë që është aty hyn edhe kremtimet në për festa të ndryshme që ndodhin, dhe kanë përmend posaçërisht festën Sha'anin që e festojnë të krishterët. Sha'anin është do thotë e diellja e parë, që shqipen e diellja e parë para kësaj feste së krishterëve, Boxhiçi që i thënë, domethënë shkijet, Easter i thënë anglisht. Domethënë e diellja e fundit para kësaj. Edhe të krishterët e kanë festu këtë fest si ditë kur Isa a.s. ka hyrë në Quds. Edhe kanë prit Isa a.s. në formë triumfuesi. E kanë prit domethënë duke ngrit këto farë degte palmës si shenjë paqe, se po hyn Isa a.s. po sjell paqe domethënë në Jerusalem, në Quds. Edhe atë ditë pra të thuja një lloj çlirimi të Jerusalemit kur erdhi Isa a.s., krishterët e kanë shndruar në fest. E për çeta ulemat domethënë të ehlus sunetit kanë përmend që quhet zur. Domethënë zur është diçka mashtrim, është diçka falsifikim. Vjen për fjalën zawara, që do të thotë falsifikim, mashtrim.
Edhe ndalesa që ka në Kur'an, do thot, për mos me marr pjesë në festat e këtilla, lidhet me çto. Do thot, me ç't bidat që e kanë qitë krishterët për shlirimin e Jerusalemit nga Isa a.s. Pse ndoshta s'ka shlirim, do thot me luftë, mirë po, ka hyrë Isa a.s. në Jerusalem çat ditë. Edhe kanë shndruar në festë atë ditë. E megjithatë, do thot, Shariati Islam e ka ndaluar një festë tillë. Nëse po bëj ka me festu në i fest, ka shi 2 bajrama që i kemi, atë le të festohet që kjo. Sheanin, do thënë që kjo festa, që e quajnë, do më thënë, e djela palmave. Le të festohet që kjo, se do thënë kjo ka qenë, çka shlirimi, hyrja e Isa a.s. në Jerusalem. Isa a.s. pejgamberi joni është. Jerusalemi, do thënë Kudsi, është vend i shenjtë, po ashtu. Le të festohet pra që kjo ka shi 2 bajrameve. Ose le të festohet dita shërimit të Mekës, ka shi 2 bajrameve. A mos u festu asnjëra prej këtyre. Pse të festohet, domethënë, festa të ndryshme të popujve të ndryshëm, domethënë kur ka formuar shteti i tyre ose kur ka ngrit flamuri kështu më radh. Ato shënohen si data, sepse historia nuk duhet harrohet. Sepse disa shkojnë marrin këtë fjalë e qesin jashtë kontekstit. Ata domosdoshmë janë njerëz poshtë edhe janë munafika, sepse munafikat kanë bërë kështu, domosdoshmë kanë qitë fjalë jashtë kontekstit. Mirpo shënimi i datës historike është diçka tjetër. Edhe shndrimi i saj në fest pastaj është diçka tjetër. Datat historike kërkush nuk i mohon. Edhe ne gëzohemi nëse ka qenë domethënë një ngritje e flamurit dhe një që ka bërë Shqipëria domethënë shtet edhe në rregull, domethënë u pavarësu ndoshta pej regjimit huj, në rregull. Ama jo të shndrohet në fest. Çto është problematika? Mos shndrohet në fest. Do thotë çysh shndrohet në fest? Kur bën kremtime për çat ditë, kur bën e madhron atë ditë e kështu me radhë. Sahabët nuk i gjejmë që e kanë kremtuar domthonjë çlirimin e Mekës, ose kanë madhruas, veç e kanë ditë domthonjë filon datë u bë çlirimi i Mekës. U kry. Andaj duhet me pas parasysh, edhe duhet me pas parasysh nga çdo lloj kremtimi i kësaj feste, që mos me shkel, mos me përdos, që thash më herët, begatin e udhëzimit. Allah azza xal ka udhëzuar sunnet, e ti e shkel atë edhe përdos begatin që ta ka dhënë. Kjo me të vërtetë domethënë është një poshtërsi edhe një vepër e ulët shumë. Me qenë pra jo falëndërues ndaj Allahut azza xal. Në ditët e çlirimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa ishte në Mekë, që kemi përmend takimin e kalum se qëndroi 19 ditë parapërsisht. Përveç atyre punëve do thotë që ndërmori pejgamberi alayhis salam që dërgoi ekspedita ushtarake do thotë në vende të ndryshme për çlirimin e njerëzve nga kufri dhe shkatrimin e idhujve që arabët i adhuronin pra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë këtyre ditëve i dha edhe disa fetva, do thot disa dispozita, i vendosi ose i bëri disa gjykime gjatë këtyre ditëve, të cilat përmenden në histori për shkak të rëndësisë së tyre, sepse nga to merren pastaj argumente për dispozita shariatike. Ndër këto gjykime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i bëri pejgamberi alayhis salam ishte edhe gjykimi për të birin e robreshës së Zem'as. Këto e kemi përmendur pak, domethënë shkurtimisht. Sepse pejgamberi alayhis salam do thotë në atë hutbën e çlirimit e ka përmend një tekst, pra ka thënë se fëmia që lind i takon shtratit ku lind. Do thotë shtratit ku lind, pra çati burri legjitim të çasaj grua që pe lind fëmin. E pastaj kjo domethënë ngjallën nga tresa dhe do thotë ngjau një mos pajtim mes dy sahabive në Mekë për një rast domethënë të këtillë. Transmeton Aisha radhiyallahu ta'ala anha
thot se Utbe ibn Abi Waqqas, vllai i Sa'dit radiallahu ta'ala anhu, Sa'd ibn Abi Waqqasit, ky Utbe pra ka qenë në kufër. Ky ka qenë ai personi që në betejën e Uhudit ja ka qa, do thot, molzën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky, do thot, sa ka qenë në Mekë, ka ndodhur që ka bërë zina me robreshën e Zem'as. Zem'a është baba i Saudës, gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky, do thot, më herët ka bërë zina me robreshën e Zem'as, edhe ka lënë shtatzan. Edhe ajo ka lënë një fëmijë. Pastaj ky ja ka lënë amanet, domethënë vllajt vet Sa'dit, Sa'd ibn Abi Waqqasit, i ka thënë qyr se do thot fëmia i robreshës së Zem'as është i jami. E ka ditë, do thot, që e ka lënë shtatzan. Edhe në ditën e çlirimit, Sa'di radiallahu ta'ala anhu, kur shkon në Mekë, e merr çet fëmijë. Do thot se ky është i biri i vllaut tim. Ma kalon amanet vllai im që ky është i biri i tij. Në anën tjetër, Abd ibn Zem'a, vllau i Saudas, reagon, thot, jo, thot, ky është vllai im, është i biri i robreshës së babait tim dhe është lind në shtratin e babës tim. Aty, do thot, ja nisin mes tyre një mos pajtim, dy të shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mu gjyku. Pra muslimanët sa herë kanë një farë mos pajtimi, duhet me gjyku tek personi përgjegjës për gjykimet fetare. Ku kanë një shtet islam, atër shkohet tek gjykatësi legjitim. Ndërsa aty ku nuk ka, domethënë, shtet islam, do të me shku te hoxha me u gjyku. E jo do thot me zgjidh punë me kanun apo me, ku e di, ligje të caktuara, të cilat bin ndesh me shariatin islam. Në ditë soti çka ish bë në rastin e këtill, çka kishin bë njerëzit? Hajde për marrëm pjakçym me ADN. Kuna ADN-ja kuna pidel te ky fëmia, pidel ka filanit është djali filanit. Kur shkon Sa'di më anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot ja Rasulullah, thot ky është djali i vllaut tam. Edhe ai ma ka lënë, thot, amanet që me shku me marr. Ndërsa në anën tjetër Abd ibn Zem'a thot jo, thot ky është vllau jam, i biri i robreshës babës tam, edhe ka lind në shtratin e babës tam. E shikon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fëmijën, edhe e sheh domethënë që pi përngjan shumë Utbes, ën vllajt Sa'd ibn Abi Waqqasit. Shumë pi përngjan. Edhe nuk kish dyshim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç nevoja aty më ardhi dikush me ja bë tash analizat e ADN-s. Sa i pejgamberi me e shikë qartë që fëmia është i Utbe ibn Abi Waqqasit. Ama megjithatë, çka tha? Tha huwa laka ya Abd ibn Zem'a, al-walad lil-firash wa lil-ahir al-hajar. Tha o Abd ibn Zem'a, tha merres është joti, don vllau yt. Tha sepse fëmia i takon shtratit legjitim, ndërsa zinaçarit i takon guri. Pra gurzimi, dënimi me gurzim. Do thot pejgamberi asam nuk gjykoi ti tash këtu me çka, me thon dikush po shiqo se këta do thot bidatxhit çka bajnë, thon i leti pse Allah azza wa jalla ka ndalu domthon kët e ka vendosur për këtë rregull, këtë dispozitë është se nuk mundet njëri me gjetë fëmia i kuna është e kasht, ama si në ditë soti do thënë ADN-ja 100% kallzani kuna është fëmia, edhe atë nuk mundet me pas zanka mes njerëzve që me thënë jo jemi. Veç ja bën ADN-n, del fëmia i filanit dhe shkon filanit. Jo. Dhe atëherë kanë mujt me ditë i kuna është fëmia në bazë të ngjashmërisë. Megjithatë, nuk gjykohet nëse raste do të thënë ashtu, po gjykohet me ligjin e Allahut azza wa jall. Ashtu qysh ka ardhur pra dispozita prej Allahut fuqiplot, që fëmia është i shtratit legjitim, e jo i zinaçarit. Zinaçari e meriton veç gurin. E në anën tjetër pra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thot i tha gruz vet Saudas, të bijes së Zem'as, e cila tash vjen me pas vlla çat far të lindurin, çat fëmijë,
i tha ihtajibi anhu, tha mbulohu prej tij. Mos u vetmo me ta. Sepse sheriatikisht femra s'lejohet mu vetmu me një fëmijë të huaj. E tha mos do të thotë mbulohu kur je para ti. Mos u zbulo se nuk e ki mahrem, se ki vlla pe babe. Sepse ai realisht ish i Utbe ibn Abi Waqqasit. Këtë kallzon që bindja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çysh ish, bindja ish se kjo është fëmia e Utbes. Ama sheriatikisht çka u desht me gjyku, që ashtu çka thon Allah azza wa jall. Fëmia është i shtratit. Ato kry. Po dikush thot po pse përderisa dihet që jo. Përderisa, domethën sheriati e ka vendos kështu, Allah azza wa jall e ka vendos këto për arsye të caktuara. E ka vendos për urtësi të caktuara, edhe ashtu do thot duhet të veprohet. Edhe nëse nuk e dina do thot ato urtësia, nëse nuk e dina pse, ne do të më nënshtru Allahu azza wa jall çka do që ai vendos. Do thot kjo është një i pari gjykim që pra kishte bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë atyre ditëve. Pastaj ndodhi në Mekë edhe një rast tjetër. Gjatë këtyre ditëve, pra transmeton Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thotë se Kurejsh, domethënë gjatë këtyre ditëve ishin preokupuar me një çështje një grua e fisit Banu Makhzum, e cila kishte emrin Fatima bint al-Aswad, çka kish bë, kish vjedh. Do thot kish vjedh. Dhe sheriatikisht duhet pra që sheriatikisht pra duhet do thot që personin e tillë të ndëshkohet me prerje të dorës. Personi i tillë të ndëshkohet me prerje të dorës. Dhe Kurejsh duke ditë këtë, ja kishin nisë më preokupu që ajo ishte domethënë një familje me name, një familje domethënë me pozit në mesin e Kurejshve, kështu që nuk kishin dëshirë që m'ia zbatu këtë ndëshkim asaj. Dëshin me gjithë mënyrë domethënë qysh me te kalu, sepse pastaj po bëhet domethënë si pikë jo e hishme për familjen e saj. Dhe than, a ka dikush që shkon edhe ndërmjetëson te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fol me pejgamberin alaihi salam rreth kësaj çështje. Edhe kuna mi thon, a ka dikush më i përshtatshëm se sa Usame ibn Zeidi radhiyallahu ta'ala anhu, do thot ai far fëmia i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dina pse e ka dashur pejgamberi alaihi wasallam shumë Usame ibn Zeidin, pse e ka pas njerëz të birsuar. Ka dashur si djalë të vetin. Kështu që folën me Usame ibn Zeidin radhiyallahu ta'ala anhu, dhe shkoi Usame me fol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo i ardh shumë rand mi dëgju këto fjalë pe Usamës. Edhe më njëherë ju drejtu tha, e tashfa'u fi haddin min hududillah. Tha, kjo armë ndërmjetësu për një gjykim, për një ndëshkim që Allah azza wa jalla ka vendos. Si e niti këtë fjalë, Usami radiallahu ta'ala anhu, më njëherë u zbraps. Nga zbrapse ati kuptohet do thëtë që ai nuk e kish parasysh se sa e rrezikshme edhe sa rënd ish vepra që e ka bë. Edhe më njëherë u zbrapse i tha, istaghfir li ya Rasulullah. Kërko falje për mua te Allahu, o i dërguari i Allahut. Do thotë se vepra që e bani ish e rënd. Ku guxon domethënë dikush me dal edhe me ndërmjetësu sidomos te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos me zbatu një ndëshkim të Allahut azza wa jall. Atëherë pejgamberi alaihi wasallam doli edhe ju ligjeroi njerëzve. Ai tha, ja ayyuhan nas, o njerëz, inma dalla man kana qablakum annahum kanu idha saraqa fihim ash-sharif tarakuhu. Tha, dini mirë se njerëzit para jush, popujt para jush kanë deviju
Dhe njëri prej shkaqeve të devijimit ka qenë se kur ka vjedh një person nga radhët e njerëzve me nom e familjeve me privilegj, thot e kanë tejkalu, e kanë lanë, nuk e kanë zbatuar dëshkimin. Wa idha sarqa fihim ad-da'if wa aqamu alayhi al-hadd. Thot kur ka vjedh dikush një person i dobët, i një familje të dobët apo të varfër, thot ja kanë zbatuar dëshkimin pa problem. Andaj tha wa aymullah, tha kine pasha Allahun, law anna Fatimata bintu Muhammedin saraqat laqata'a Muhammedun yadaha. Tha dine mirë se edhe sikur Fatimja abija Muhamedit të kishte vjedh, tha Muhamedi ja kish prej asaj dorë. Do thot tek ndëshkimet që i ka vendosur Allahu Azza wa Jall, aty nuk ka me bolshime. Aty nuk ka që për hatër të filanit ose të fistekit me bolshime. Në fetë Allahut Azza wa Jall nuk shkojnë sanet me lshime, nuk shkojnë sanet me hatër të njerëzve. Feja Allahut Azza wa Jall ka zbrit për të zbatu. Nuk bëhet, do thot një mëkat, nuk bëhet një bidat, nuk bëhet çka do qoftë një ndalesë për hatër të filanit apo të fistekit. Prandaj do thot kët duhet me pas parasysh. E këtë ja bëni të qartë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që do thot kjo është një sebeb i devijimit. Sebeb i devijimit. Çka është ajo që ka folur në fillim, do thot se njeriu ka njerë e bën një sen që mendon se është i vogël. Ajme se s'ka gale veç, po s'po bëj diçka tron, s'm të bë bidat, po veç pengoj bidat xhin. Që kjo veç pengoj bidat xhin do thot që pjaqelti që të rrugë, e s'po mërzitesh për begatin që ta ka dhënë Allahu Azza wa Jall, që kjo pastaj të kushton me komplet begatin. Sepse pi bjen që ti si të e çmuat begati, nëse pe ekspozon këtë formë. Sikur, do thot, ta kështë pas një diamant në xhep, me pas një diamant në xhep, që vlen 5 milion. Edhe më të ra puna me hyn me një autobus, ku të ullët afer një hajnë. Qysh rrin ti aty? A rrin fillemish aty? Unë e për vetis kisha najt aty, isha qu pe asaj karike, edhe ose kisha najt në komën se kisha zbrit kret. Sepse ti pe nje që kjo është hajnë. Edhe, do thot hajni qysh dëvjadh, ti as vetë se kupton. Veç kur të qosh, nuk e ki diamantin. Ndërsa ai i cili, do thot, pa shumë problem, pas pak problem pra rrinë afër ti, nëse a vjedh hajni diamantin, a i s'ka pasaj të drejt të ankohet valla une ma vudhi. Jo, ti e ki ekspozu ndaj vjedhjes. Qashtu njëjtë do më thënë është të feja, ose edhe ma shtrenjt, nuk guxon me ekspozu këtë begatit madhe ndaj hajnave që ta vjedhin. Prandaj kini, do thot, duhet kijet kujdes, sepse bëhet sebeb një lëshim i këtill, një shpërfillje e këtill e begatisë të udhëzimit, edhe njëri përfundon në devijim. Për ata i ka thënë pejgamberi sa inma dalla man kana qablakum, për këtë arsye. Kanë deviju popujt para jush për këtë arsye. Prandaj njëri nuk ban, domethënë, me e shpërfill udhëzimin, me e shpërfill begatinë e Allahut Azza wa Jall. Edhe kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas këtij ligjërimi urdhëroi pra dha urdhër që të merret ajo grua që kishte vjedh dhe t'i zbatohet ndëshkimi dhe ja pretën dorën. Mirë po, kjo ish hajr, ky ndëshkim ish hajr për ta, sepse mas kësaj ajo domethënë u pendu nga vepra që kish bë, edhe ju përmirësu morali i saj, ju përmirësu feja e saj, edhe u bë grua e devotshme. Pra është, ka njëherë janë do gjana që njëri menon që ishin sherr për ta, ama nuk e din që aty është hajri. Domethënë, caktimi i Allahut Azza wa Jall, gjithë njëri duhet me falendëru Allahun Azza wa Jall për caktimin që ja sjell. Sepse ka mundësi, do thot, është të ndodh një kthes në jetë që ti e mendon që është sherr për ty, është keq e tjera. Edhe i ke marrë gjitha sebepet për me ndodh mirë, po ka ndodh keq. Ama mos t'i shbo që e kthes çtu, ti kishe përfunduar me një devijim të caktuar.
mos ju kish prek kësaj dora atë ditë, ndoshta kjo do thotë i kish hyrë vetja në qef, ju kish amëlzu më shumë, do thotë vepra e vjedhjes, edhe ndoshta kish vazhdu me vjedhje më shumë, edhe kish ardhur dita do thotë që palen çfarë gjendje domethënë të mëkatit, palen çfarë gjendje të devijimit, dikush e kish myt. Ai kish përfunduar do thotë kish vdek me devijim. Ama u bë sebeb do thotë ky ndëshkim, ajo u penduan nga vepra që e kish bë, edhe e përmirësoi pra islamin e saj. Edhe tregon thot Aisha radiallahu ta'ala anha thot që her pas here vinte pastaj me najt edhe me bo muhabet domethënë te Aisha radiallahu ta'ala anha, që kjo grua pra e cila një herë kish vjen, po pastaj i shpendu edhe pse ju kish zbatuar ndëshkimi asaj. Gjykim tjetër që bari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë këtyre ditëve ish edhe bërja haram e tregtisë së alkoolit, pra verës dhe ngordhësirës, derrit dhe idhujve, putave. Tregon Xhabiri radiallahu ta'ala anhu, pra Xhabir ibn Abdullahu, thot sa ish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato ditë në Mekë, u ngrit dhe ju tregoi njerëzve, ju tha: Inna Allaha wa rasulahu harrama bay'a al-khamri wal-maytati wal-khinziri wal-asnam. Allah azza wa jall e ka ndaluar shitblerjen e verës, ngordhësirës, derrit edhe idhujve, pra putave. Deri tash e kemi ditë që këto janë haram të përdoren. Pra, u kanë haram, pra u bë haram, do thot me u pi vera, me u hongër ngordhësira, me u hongër mishi i derrit. Edhe u bë haram pra me majt idhuj, sepse me to bëhet shirk. Mirë po, nuk u kanë haram me i tregtu ato, me bo shitblerje me to. E këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka tregu pra se nisan që është haram, nuk lejohet përdorimi i tyre. Është haram pastaj edhe të shiten edhe të blehen. Do thot, rregulli i përgjithshëm thot që çdo sen që është haram të përdoret, ai është haram pastaj edhe të bëhet tregti me to. Sigurisht se që është ndaluar të mbahet qeni në shtëpi. Edhe fitimi, domethënë shitja e qenit është haram. Përveç qenë të cilat i ka leju shariati të përdoren. Sigurisht se qeni i rojes apo qeni i baktive, qeni i gjogatis. Domethënë këto i ka leju shariati të përdoren. E këto ban të blihen, ndërsa llojet e tjera të qenve në raste, domethënë kur s'është kurfar nevoje për me majt, atëherë edhe ndalohet, do thot blerja e tyre. Çashtu njëjtë pra, edhe alkooli, edhe ngordhësira, edhe domethënë mishi i derrit, edhe idhujt. Edhe ka pyet dikush atë ditë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë ja Rasulullah, ka thënë po sa i përket dhjamit të ngordhësirave. Dhjamit të ngordhësirave. Thot, të na kanë përdor për mi ly anijet, edhe yudhanu bihal julud, do thot lëkurat mi regj, dhe yustasbihu bihan nas. Do thot i kanë përdor njerëzit për me bë dritë. E kanë shkrije dhe e kanë bë material djegës. Fitilin to material djegës. Ka thënë a ban, do thot dhjamin e këtynve, e ngordhësirave me përdor për kësi gjana. Jo, i ka thënë pejgamberi sa, hua haram, la hua haram. Jo, ka thënë kjo është haram. Do thot,
Edhe në raste të këtilla, përderisa është ndaluar, nuk ban me hongër do thot fitimin çka del prej tënve. Pas kësaj pejgamberi sa ju ka thënë qatil Allahu al-yahud. Ja ka tregu do thot një hile që kanë bë jahudit. Do të Allahu i vraft jahudit. Allahu ja u ka ndalu atënve këtë farë dhjamin e ngordhësirave, ndërsa ata që kanë bë, kanë shkuar, kanë marrë, kanë shkri, tash çka, më thon, s'është dhjam ky. Nuk është dhjam, tash është shkrim, është vaj. Edhe kanë shit çashtu si vaj, pastaj e kanë hangër, domethënë çmimin, fitimin pe asaj çka kanë shit. Me këtë hadith do të na bëhet e qartë që festa Allahut Azza wa Jall nuk ban njeri mu çu mi bë hile. Mu çu mi bë hile. Sepse Allah Azza wa Jall kur e ndalon diçka me përdor, pastaj e ka ndaluar edhe fitimin prej saj. Sikurse në këtë rast këtu. Dikush thotë vallahu po unë se pi alkoolin, ama alkoolin me shit, apo det. Po veç ti pja mundson atë tjetrit me konsumu. Pe ndihmon pra dikuna me e bën një shkelje sheriatike. Çashtu njëjtë do të mish i derit, çashtu njëjtë edhe ngordhësirat. Asnjë pjesë e tënve do thotë nuk lejohet të përdoret, mirë po do të muxhujt. Sepse ngranja e çmimit tënve është sikurse më e përdor. Ka cof lopa ku tash na shkojnë një lop që vlera e saj shkon 1500 euro. Pa din çka, pe ashesëm këtën shka majnë qenë. Ata prej ja japin qenëve. Ama tash çat fitim që ti pe merr pi bën sikurse me hangër lopën. Prandaj domethënë është ndaluar. E hile shariatit Allahut Azza wa Jall nuk ban mi bë. Allah Azza wa Jall qëllimisht domethënë ka lënë gjana për mi sprovu njerëzit. Ka lënë hapësira që mi sprovu njerëzit. Dikush mendon që ai që din me bë hile është shumë i mëshëm, sikurse që kanë thënë për imamin e Ehlu Ra'it. Ky ka ditë domethënë shumë i mëshëm, më kanë shaka ka bë hile në shariat. Ja lavdojnë domethënë hilet e tënve. Ka bë hile në shariat. Abdullah ibn Mubareku ka thënë kush e lexon edhe punon sipas librit El Hiyal të imamit Ehlu Ra'it, thotë vetë se bën kufër. Sepse i lejon gjallat që Allah Azza wa Jall i ka ndalu nëpërmjet hileve. Çështu. Kanë pru hile, çysh me ik njerëzit me apo diçysh me ik pe zakatit, mos me dhën zakat. Nëse janë 2-3 partner, edhe i kanë për shembull çaq lop sa obligohet me dhën zakat për ta, kanë thënë kur vjen koha afër zakatit, i dajnë ato lop me zveti, e masnej i bjen secili që ka çka më pak se sa që obligohet me dhën zakatin. Edhe nuk i obligohet zakati. Pastaj e petë bashkojnë. A petë bashkojnë lopët e tyre, edhe vazhdojnë apo domon ato kullosin një, domon vendin e njëjtë, rrin vendin e njëjtë. Kur gjen koha për të dhënë zakatin, a petë i dajnë. Kjo është hile për mos me dhënë zakatin. Nëpërmjet kësaj domethënë prishet shariati Allahut Azza wa Jall. Atë për shkak jeti musliman. A je musliman domethënë për me praktikuar çet shariat apo mos me praktikuar? Nëse po do këtë rëndë, nëse po do me praktiku, shko vlla, ka jahudizëm, ka krishterizëm, ka budizëm, çka s'ka. Ama shariati Allahut Azza wa Jall është për me praktiku, ndalesat janë për me u largu prej tënve, urdhëresat janë për me i bë. Çështu ti e dëshmon veten që je musliman. Ama jo domethënë, hajde çish të bëjnë hile për mi shpëtu, valla, çore se i kom thon grus, nëse bën kështu je e lshume. Tash çish më aboni me gjet një hile që mos më lshu grun. Po çamë të bovlla tash, a ka bë çet punë që ky kush zu po. Po tash do të më lshu, po s'po kum çef më lshu. Po pse ke fol pra? Tash do të më lshu. A ka në hile dyshme? Po si bëhet hile shariatit Allahut Azza wa Jall, o insan. Shariati Allahut Azza wa Jall vendos domethënë drejtësinë tok, për me vendos paqen tok. E jo për mi bo hile.
Ama njerëz domethënë të smut që kanë në zemër, njerëz që ndjekin të çfarë ideologjish, ata pastaj po këtyren edhe hile shariatit Allahut azza wa jall mi bë, edhe shembulli i tyre ose sikurse shembulli i jehudive. Shembulli i tyre ose sikurse shembulli i jehudive që u përmend do thotë në hadith, po ashtu që Allah azza wa jall ja ka ndalu ditën e shtunë me punu pra, me zën pesh te deti që e kanë pas. Edhe bash çat ditë i ka sprovu që me ardh peshq shumë. Ditëve tjera pak çat ditë kanë ardh me bollëk peshqit shumë. Edhe këto çka kanë bë? Ditën e prem, në mbrëmje të së premtes i kanë vendosur rrjetat aty. Atë ditën e shtunë kanë nejt. Ditën e diellit janë çuj kanë kap ato rrjeta domethënë. Kanë thënë ja, pse ne s'kena punu të shtunën, ne kena respektuar shariatin e Allahut azza wa jall. Po mirë, që ato rrjeta pse i keni vendosur çat ditë? Po nëse keni vendosur të shtunën, keni vendosur të premten. I më pas Zotit. Po vonë që, domethënë Allah azza wa jall është i padijshëm që mos më u kuptu budallakitë e juaja. S'mundesh ti domethënë me mashtru Allahun azza wa jall. Ti mendon që mashtron atë, ama mashtron vetveten, pastaj Allah azza wa jall të mashtron ty. Pra do të me pas kujdes, do të më kon njëri sinqert me shariatin e Allahut azza wa jall. Që bëni diçka, mos u mënoni bë hile. Ama pranoj domethënë në nshtroj Allahut fuqiplot dhe pranoj ato far rezultatet që vijnë nga veprimet e personit në fjalë. Edhe një gjykim e bërë atë ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pra gjatë atyre ditëve që ka të bëjë me nikahin. Nikahul mut'a, besoj që e keni në ku. Kjo është i famshëm domethënë te shiat. Nikahul mut'a, mut'a i bën kënaqësi. Nikahul mut'a i bën domethënë një kurorë martësore që lidhet e përkohshme vetëm sa për të kënaqur, jo për me ndërtu familje e tjera, po vetëm sa për më kënaq. Edhe në atë kohë domethënë është zbatu që kanë bë, e ka taku një femër, edhe ka bë kontratë me to martesë të përkohshme, 3 ditë. Jemi të martuar për 3 ditë. Edhe 3 ditë kanë qëndru domethënë të martuar, pas 3 ditë automatikisht janë llogarit të ndarë. Për çfarë është domethënë nikahul mut'a, sepse qëllimi i saj është thjesht veç kënaqësia. E ky nikah gjatë këtyre ditëve të çlirimit të Mekës ka qenë i lejuar. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka leju gjatë këtyre 3 ditëve të çlirimit të Mekës, ja ka leju do të thotë nikahin mut'a, nikahin e kënaqësisë. Pas këtyre 3 ditëve ja u ka ndaluar pet. Dhe tregon Rabi' ibn Sabra al-Juhani nga baba i vet, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë atyre ditëve të çlirimit të Mekës, ja ayyuhan nas, o njerëz, inni qad kuntu adhintu lakum fil istimta'i min an-nisa wa inna Allaha qad harrama dhalika ila yawm al-qiyamah. O njerëz, unë ja u kum leju që me përdor nikahin e kënaqësisë gjatë këtyre ditëve, ndërsa sot Allah azza wa jall e ka ndaluar dhe e ka bë haram deri në ditën e Kiametit. Do thotë ka raste kur një dispozitë e caktuar pezullohet për një periudhë të shkurtër. Pastaj kthehet apet, sepse para kësaj gjithashtu ka qenë ndalum kjo. Sikurse rasti domethënë i derdhjes së gjakut në haremin e Mekës. Pra, Allah azza wa jalla ka ndaluar luftën e derdhjen e gjakut në haremin e Mekës, në Mekë. Ama gjatë çtyre ditëve ja ka leju vetëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe apet u kthy domethënë dispozita haram deri në ditën e Kiametit. S'lejo dohen Mekë me derdh gjakun me bë luftë. Çashtu njëjtë ka qenë edhe puna e nikahit mut'a, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë çtyre ditëve
me urdhër pra prej Allahut azza wa jall, ja u ka leju që me përdor nikah al-mut'a. Pastaj apo do thotë ndalesa. E kjo ndalesë pra qëndron deri në ditën e Kiametit dhe s'ka kush që e largon. Thot Ubayd ibn Abi Mulaykata rahimahullah, thot e kompyta Aisha radhiyallahu ta'ala anha për nikahin mut'a, edhe më ka thënë bejni wa bejnekum kitabullah, mes meje dhe juve është libri Allahut. Sepse domethënë tash koha ku ka ardhur koha e tabiinëve pra, kanë nis pra u paraqit disa koka të shiave, të cilët kanë vendosur dyshime rreth nikahit mut'a. Edhe për ato kanë pyetur domethënë Aisha radhiyallahu ta'ala anha se çish është dispozita e kësaj, domethënë që me ditë mirë. Edhe Aisha i ka thënë mes meja dhe juve është libri i Allahut. Ka argument në librin e Allahut azza wa jall për këtë punë. Aja ka lexuar ajetet walladhina hum li furujihim hafizun. Edhe ata të cilët e ruajnë pra organet e tyre gjenitale. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Përveç tek gratë të tyre edhe robreshat. Tek gratë edhe robreshat. Atëherë thot aty nuk fajsohen, as nuk çortohen. Thot Aisha, faman ibtagha wara ma zawwajahu Allahu aw malakahu faqad ada. Çdo kush thot që pra e dardhë e pshin e vet diku tjetër përveç grave edhe robreshave, thot vetë se e ka bën një shkelje pra të ligjeve të Allahut azza wa jall. Me këtë pra u argumentua Aisha radhiyallahu ta'ala anha që nikahi mut'a nuk është pjesë do thot e martesës, se kanë qenë martesë tamam legjitime, edhe nuk është çajo femër me cilën bën nikah mut'a nuk është robreshe jotja. Çdo sa përveç këtyre dyave ka thënë është ndaluar. Po ashtu Ibn Umeri radhiyallahu ta'ala anhu tregon se kur Omer ibn Khattabi i ka marr do thot khalifatin, kur ka dalë me u ligjëru njerëzve, ju ka thënë inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhina lana fil mut'ati thalathan. Të dinë se i dërguari Allahut na ka leju nikahun mut'a të 3 ditë. Thumma harramaha, pastaj ka bë haram. Wallahi la a'lamu ahadan yatamatta'u wa huwa muhsanun illa rajamtuhu bil hijara. Të dinë mirë se me bë meni dikon që ka bë nikah mut'a, edhe është i martuar, thotë unë kam ja zbatu ndëshkimin e gurzimit. Illa an ya'tini bi arba'atin yashhaduna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hallaha ba'da idh harramaha. Përveç të nëse vjen me 4 dëshmitar që dëshmojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë përsdyti halal pasi që ka ndaluar domethënë në ditën e çlirimit të Mekës. Unë ju kanë ndaluar, ja u ka leju gjatë 3 ditëve, tani u bë apet ndalum. E thotë Omeri, nëse vjen tash dikush që dëshmon se mas që sa ndalesës dytë, apet sa me ka bë halal, atëherë unë po shpëton ai person. Apo nëse s'u mbien 4 dëshmitar të tillë, atëherë dinë që ja zbatoj ndëshkimin, sikurse ndëshkimin e zinas. Që do thotë pra se nikahi mut'a sheriatikisht është i ndaluar dhe llogaritet kontakt intim jashtë martesor. E këto e lejojnë vetëm shiat. Në ditë sodit e lejojnë vetëm shiat, ata domethënë dihet si ideologji e bidatit ose ideologji e devijuar, kanë shkuar kanë marr për shembull argumente të këtilla, se bidatxhit që kemi përmendur gjithë, ata bëjnë si sene, shkojnë senet, i nxjerrin pe kontekstit, i kpusin fjalë, pe kontekstit i nxjerrin dhe thonë për shë, pejgamberi me ka leju nikahin mut'a. Do të thonë ai ka dalë ku e ka leju. Po në Mekë kur ka bërë çlirimin e Mekës. E masneja ka ndalu. Masneja tani shka diu në kryesor çto pe di që e ka ndalu. Po se Allah azza wa jall në surën Ma'un thot fawailul lil musallin, mirë ata që falen. Tash më shumë i thonë njerëzve haram është mu fal, se kush falet ka më shkuar në xhehenam. Apo me çfarë jetë çështu do të më thonë. Ama nuk merre do në feja shkëputje diku, po makona mu çështu si shkëputje, a merre. Feja merre tërsi. Feja merre domethënë si një tërsi, mësimet
gjitha mësimet e fesë të bohen në një vend dhe prej tyre pastaj nxirren dispozita. E jo domethënë në mënyrë të seleksionuar aty ku ja kona njerit. E kjo është veprim domethënë i munafikëve, gjithsesi bidatxhive. Pra këto ishin 4 gjykimet që i patvendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e çlirimit të Mekës dhe ato mbetën pra dispozita për njerëzit e mësime për njerëzit deri në ditën e gjykimit. Çlirimi i Mekës pati një ndikim, një impakt të madh në xhezirën arabe, pra në sëvëdhësën arabe dhe kjo ndikoi që fiset e tjera arabe që ishin në sëvëdhësën e Arabisë të fillojnë që të mendojnë për të hyrë në Islam. Sepse deri tash janë nal me pas të shohim çka po bëhet. Dhe transmeton pra Amr ibn Salama al-Jarmi thot كانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح. Thot arabët, fiset arabe, thot e prisnin, nuk hynën në Islam, e prisnin dohen ditën e çlirimit. Çka po ndodh? Kur të ndodh dohen betejë e madhe mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Kurejshve, popullit vet. Thoshin utrukuhu wa qaumahu, lana Muhammedin edhe do thot popullin e vet. Fa innahu in dhahara alehim fa huwa nabiyyun sadiq. Sepse nëse ky triumfon karshitënve, edhe i mund ata, atëherë dini që është pejgamber i vërtet. Kur ndodhi çlirimi i Mekës, kjo ja u çliroi zemrat e njerëzve dhe u larguan ato pengesat që priçin fise të ndryshme për të hyrë në Islam. Atë do thotë kuptuan që ky person me të vërtet qen ka pejgamber prej Allahut azza wa jall. Edhe masi qërojti ky tash sapët me fisin e vet, atëherë do thot edhe këtynve ju çel dera për me hyrë në Islam. Edhe pas çlirimit Mekës, domethën shohim që njerëzit u futën në fenë Allahut azza wa jall grupe, sikurse çuçi përmend Allahu azza wa jall në Kur'an, gjë për cilën inshallah kena me fol në kur vjen do thot tematika rreth vitit të delegacioneve. Inshallah do të përmendet më detajisht se si është manifestuar hyrja e njerëzve në Islam grupe. Me kaq do të përfundojnë ato far ngjarjet që kanë bënë me çlirimin e Mekës, me këtë çlirim të madh pra në historinë e njerëzimit. E pas kësaj vazhdojnë pastaj ngjarjet e tjera që lidhen me betejën e Hunenit, edhe betejën e Taifit. Dy vende do thotë që ishin në afërsitë të Mekës dhe që pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u detyrua të i çliroj. Inshallah me lejen e Allahut fuqiplot këto ngjarje do t'i përmendim në takimet tona të ardhshme, duke lutur Allahun azza wa jall që të na mundsoj të mësojmë sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të mësojmë prej saj dhe të bëhet ajo një shëmbëltyr për ne në jetën tonë, nëpërmjet të cilës mujmë me gjetë rrugën e drejtë, mujmë me gjetë dritën e udhëzimit, në mënyrë që Allahu fuqiplot të na bashkojë me të dashurit tanë, pra Muhammedin dhe grupën e tij sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu ta'ala anhum, dhe në botën tjetër pra na ruan prej zjarrit të xhehenamit dhe na fut në xhennetin e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilayh.